sepse Plus të përket ty. Jemi kthyer në studio të nderuar miq, ndoqëm pra një hapësirë publicitare. Do të vazhdojmë tani rrjedhën e emisionit tonë për të gjithë ju që sapo keni hapur ekranin. Ndodhemi në valët e televizionit publik shqiptar në një emision të drejtë për së drejti në kërkim të fatit të personave të humbur dhe të zhdukur. Gjithashtu sonte jemi dhe në transmetim të drejtë për së drejtë në Kosovë nëpërmjet televizionit kablor Kujtesa në kanalin K-Channel. Prandaj do t'i lutesha të gjithë ju që dëshironi të ndihmoni me informacione, sugjerime, mund të kontaktoni në numrat tanë të telefonit. Të gjithë ju që keni pra për të denoncuar raste të reja mund të denonconi ato dhe nëpërmjet faqes tonë zyrtare dhe ne vazhdojmë emisionin pra Njerëz të humbur, një emision i drejtë për së drejti. Dua t'ju them se përpara të shkëputeshim për hapësirën publicitare, por dhe për të ndjekur edicionin e lajmeve, ishim duke folur në një lidhje të drejtë për së drejti me një nga bashkëpunëtorët e emisionit tonë në Itali, në lidhje me fatin e Merushe Dostit. Ky zotëri ka parë pra një zonjë për të cilën mendon se mund të jetë Merushe Dosti që ne kërkojmë. Përpara se të pra kalonim në këtë shkëputje, dua t'ju them se na ka ardhur dhe një foto, të cilën ky zotëri ka bërë një foto kësaj zonje. Nuk e dim është Merushja që ne kërkojmë apo jo, por ne kemi bërë një krahasim ndërmjet të dyja fotove, të cilat sonte do publikohet për herë të parë edhe për familjarët e Merushe Dostit. Nuk e dim dhe njëherë përsërit është Merushja apo jo, por gjithsesi do të dëshironim që nëse nuk është Merushja, nëse ka familjarë që njohin këtë zonjë, do t'i luteshim të kontaktonit me emisionin tonë. Atëherë, në këto momente do të publikohet pra fotoja e bërë nga bashkëpunëtori i emisionit tonë. Ka pasur dhe një takim me të ditën e dieshme, madje kam pirë dhe një kafe. Kjo foto është bërë ditën e dieshme. Ne kemi bërë një krahasim me foton e Merushes dhe me foton e zonjës në fjalë. Kanë kaluar 20 vjet. Simbas të dhënave që na dha dhe bashkëpunëtori jon, kjo zonjë jeton pra ka pasur probleme me shëndetin, shpeshherë kujtesa e saj ikte dhe vinte, ka pasur pra luhatje në shëndetin e saj, ka pasur shumë probleme të cilat nuk dihen sepse ajo i mban të tëra për brenda. Nuk e dim se si ka përfunduar në Itali, nuk e ka treguar asnjëherë, nuk e dim kush është emri i saj, dim që është shqiptare, ka përmendur herë mbas here se është Tirana, Elbasani, Berati, ka përmendur një herë se ka 4 fëmijë dhe herën tjetër 2 djalë vajzë, dhe herë mbas here, këtë na i tha edhe pra bashkëpunëtori jon në lidhjen telefonike që ne kemi pasur dhe gjatë gjithë ditës së sotme përpara se të hyjmë në emision, herë mbas here ka përmendur pra emrin e djalit Elton. Nuk e dim dhe njëherë, ndoshta mund t'jetë koincidencë, ndoshta mund t'jenë gjëra të tjera të cilat ne nuk dim t'i shpjegojmë, por gjithsesi unë do doja regjia të prezantonim foton e saj në bazë të një krahasimi që ne kemi bërë me foton e Merushe Dostit. Atëherë, kemi gati për ta prezantuar foton? E kemi gati regjia, më njoftoni, sepse edhe familjarët, edhe familjarët janë të shqetësuar, të shikojmë pra është vërtet kjo zonjë Merushe Dosti apo kush është? Kjo është foto e zonjës marrë ditën e dieshme. Edhe një herë e përmend, kanë kaluar shumë vite, janë 20 vjet pra larg Shqipërisë. Megjithatë, e thash, kjo zonjë ka pasur disa probleme me shëndetin e saj, ka pasur disa luhatje me kujtesën. Kjo është foto e Merushe Dostit në krahun tuaj të majtë të ekranit dhe në krahun e djathtë është foto e zonjës e marrë ditën e dieshme, për të cilën teleshikuesi mendonte se mund të jetë Merushja që ne kërkojmë. Dhe diçka tjetër, jo pa qëllim unë e pyeta dhe motrën përpara, ka pasur ndonjë nishan dhe siç duket mbi buzë ajo ka një nishan, zonja në fjalë, por ndërkohë bisedimet me të vazhdojnë, madje kjo histori ka kaluar dhe policisë italiane, ndërkohë që do të rehabilitohet zonja, sipas siç e dëgjua dhe ju në momentin që bashkëpunëtori jon i fliste për familjen, ajo vazhdimisht lotonte dhe ishte shumë e shqetësuar. Liliana, si t'u duk nga pamja e parë, megjithëse kanë kaluar shumë vite, por shumë vite, po ke nishani e kishte si të madh. Nishani, po kështu ndoshta dhe ajo do jetë tani deformimet e asaj, po
Me qënë se ka thonë dhe emrat ndoshta unë. Ka pasur dhe një jetë jashtëzakonisht të vështirë, ishte detyruar të fitoj bukën e gojë, vuajtje të jashtëzakonshme, shumë probleme dhe është edhe tipi mbyllur. Ka pasur dhe probleme me kujtesën, shpeshherë vjen, shpeshherë ikën. Unë do doja t'ju pyesja diçka. Ju keni pas në lidhje me Elbasanin, Berantin, në Tiranë ka qenë familja juaj, por zakonisht keni pas në një të afërm apo? Po, në Tiranë si që jemi gjithë këtu, kurse në Elbasan me pak ashtu, di që ka njerëz ganiu. Ka pasur njerëz ganiu në Elbasan? Po, më duket, mos ta them kështu, më duket se ka një hallë në Elbasan. Të cilën këto e vizitonin shpesh, shkonin te kjo hallë në Elbasan? Jo. Ndërkohë dhe diçka tjetër, në lidhje me Beratin, keni pas në një... Kurse në Berat, unë kam pas një çumë tezi, në fakt, aty, po ai është ka ikë në Vlorë tani, prap s'ka në lidhje me të, se s'kemi qenë asnjëherë ka ai. Po, e kuptoj. Ndërkohë jemi duke ndjekur sërish foton, unë do doja edhe një herë të fokusoheshit. Ka një ngjashmëri, megjithatë nuk e dim ne është ajo apo jo. Dua të them dhe diçka tjetër, Benar, të paktën sipas syve të saj kanë qenë ngjyrë hapur. Çfarë ngjyre i ka pasur syt Merushja? Si kafe, si do thuaj. Si gështenj kështu. Ndërkohë që ne jemi duke publikuar foto, nuk e dim është i njëjti person apo jo, por thjesht jemi në verifikime sipër, jemi në pritje nëse ka persona që e njohin dhe këtë zonjë, edhe Liliana vetë, pra kanë kaluar shumë vite Liliana dhe se kur ta shikojë përballë nuk do ta njeh. Jo, asnjëherë. Unë drejt me thënë Aida e kam thënë dhe herë tjetër dhe ashtu. Edhe në Tiranë, kur ka qenë rasti që kam qelluar me të tilla, e kam vërre, nuk njihet njeriu dhe për 17 vjet edhe vujtje që ajo ka kaluar, unë s'mund ta dalloj dot, drejt me thënë. E kuptoj. Atëre ne do të jemi në pritje, gjithsesi bashkëpunëtori jonë është duke na ndjekur dhe ai andej, i cili ka kontaktuar dhe ditën e sotme apo jo, siç tham në telefon ka kontaktuar dhe sot me këtë zonjë. Ka kontaktuar, po. Ka kontaktuar edhe dje, ka kontaktuar edhe sot. E ndoshta mund të bëjmë një përmbledhje të shkurtër të atyre çfarë i ka thënë. Po, patjetër, Benar. Pra, siç e thatë edhe ju, i ka deklaruar që në momentin e parë se ishte shqiptare, duke qenë se ka pyetur herë mbas here për këtë zonjë edhe personat të cilët punonin në vendin ku zonja shifet, ata i kanë thënë se ka të paktën 15 vjet që zonja del pothuajse çdo ditë për të lypur në të njëjtin vend. Pavarësisht kushteve të motit, një lloj sikur të ishte shi, diell, breshë, çfarë do që të jetë, ajo del për ditë në të njëjtin vend. Luatet e saj emocionale janë të shumta, ka ditë kur ajo është, mund ta quajmë disi në rregull, por ditë të tjera është disi dhe agresive. Është pa dokumenta sepse i ndriti vullnetari jon ka pyetur dhe një rumen i cili lante xhamat e makinave aty dhe ka deklaruar se është pa dokumenta të rregullta dhe se ka shumë vite pa ardhur dhe nuk ka kontaktuar me familjen e vet. Ndërkohë, po prap një person tjetër na ka deklaruar se e ka dëgjuar 2-3 herë duke përmendur në momente kur ndoshta mund kishte dhe tension psikologjik të saj që ka përmendur emrin Toni që mund të jetë djali. Ne bëjmë lidhjen që mund të jetë djali. Eldoni, pra fëmia i madh sepse Griselda vajzën atëherë e ka lënë të vogël. Gjithashtu kur e ka pyetur i ndriti për pjesëtarët e familjes, siç e thatë dhe ju, njëherë ka thënë që kam 4 fëmijë, pastaj ka thënë kam një djalë, një vajzë. Dhe mes pjesëtarëve të familjes ka përmendur emrin Lulieta. Faktikisht ne kemi kujtuar se ajo mund të ishte duke bërë ndonjë ngatresë dhe ngatronte me zonjën që është në studio me motrën, me Lilianën, por fakti i cilin nuk e dinim, e pyetëm Lilianën dhe na Lulieta? Po, kam. Kishte një motër me të njëjtin emër. Shpeshherë përmend emrat, të shpresojmë të jetë ajo kryesorja është dhe pastaj të gjitha do të rregullohen. Më ashtu një çik ky nishani se nga që është madhuar, po për të tjerat deformimet dhe janë. Duhet të kemi parasysh një gjë, Aida, se siç e thash edhe më përpara, kjo zonjë ka të paktën 15 vjet që ditë për ditë
ende të rrugëve. Dhe sido që të ke qenë fizionomia, nëse është Merushe Dosti, normalisht që ka një ndryshim kolosal shumë të madh me gjënën e cila mund të jetë sot. Nëse kemi të bëjmë me këtë person që shive të rrugëve. Ose po të flas vetë ai da ball për ball, për shembull, ti përmend emra të ndryshme ose kështu. Them, mas edhe i kujtohen emrat e... Ndoshta do të shpresojmë që ngadalë ndoshta do të harim dhe deri aty. Gjithsesi do të presim njëherë të verifikojë dhe vetë policia se kush është kjo zonjë, si quhet, e të tjera të cilat ngelen për të verifikuar, sepse në momentin e parë që ju nuk mund ta njihni, kanë kaluar shumë vite, por ndoshta, siç e tha dhe ju, kur ta keni ball për ball, ndoshta mund të zbuloni diçka. Megjithatë, një gjë është e sigurt që personi në fjalë, pra që shive të rrugëve të Milanos, është realisht person i humbur për familjen e vet. Nëse nuk është Merushe Dosti, është e sigurt ndoshta mund të jetë ndonjë zonjë tjetër që ne kërkojmë në emision njerëz të humbur, por për shkak të deformimit që ka psuar pamja saj jashtë, ndoshta nuk arrim ta dallojmë mirë. Por gjithsesi të gjithë ata të cilët janë duke na ndjekur në këto momente, nëse din konkretisht se cili mund të jetë identiteti vërtet i kësaj zonje, janë të mirëpritur të na marrin në telefon. Edhe njerë jemi duke ndjekur pamjet, të mendoni të nderuar miq se ka pasur pra personat siç edhe zotëria në fjalë bashkëpunëtor emisionin tonë, cilën dua ta falenderoj, por dhe personat tjerë të cilët e kanë parë që ajo ende i rrugëve kanë ditur që ka qenë shqiptare, dilte siç e tha dhe Bernardi në shi, në të ftohtë, në të nxehtë, por askush ndoshta nuk e ka ditur historinë e saj. Nuk e ka ditur se nëse ajo është Merushe Dosti, sepse mund të ketë pas një histori të tillë, mund të ketë një familje që e kërkon motra e saj së bashku me nënën, e cila nuk jeton më fatkeqësisht, kanë qenë nga të vetmet që vazhdimisht kanë ardhur në emisionin ton duke e kërkuar. Askush nuk e ka ditur, ndoshta keni qenë shumë pranë saj, shumë afër saj, por nuk e keni ditur se kjo zonjë ka një histori nga mbrapa. Nuk e dim se si e ka përfunduar jeta deri aty, megjithatë ne jemi këtu për të rindërtuar gjëra që ndoshta për momentin duken të shkatruara, por njeriu mbi dhimbje ndërton diçka të re, ndoshta pse jo dhe diçka të bukur. Do të mundohemi të gjithë, kushdo qoftë kjo zonjë, që ajo të rehabilitohet dhe të marrim vesh, pra ta kthejmë pranë familjes, të marrim vesh cila është historia e jetës së saj. Edhe një herë do të jemi në pritje të çdo të dhënë dhe informacioni që do të vijë dhe nga bashkëpunëtori jon, por dhe të gjithë ju që dini diçka më tepër për të, nëse ka persona që e kanë parë, që e njohin se kush është, do t'ju lutesha dhe njerë të kontaktoni me emisionin ton. Atëherë do t'jemi në pritje. Liliana është një hapja, jemi duke ndjekur sërish foton e saj, kanë kaluar 20 vjeç, sa vjeç duhet jetë ajo sot? 48. 48 vjeç. Ndërkohë që pak a shumë është edhe mosha përputhet, apo jo? Ke flokët për shembull, edhe ke balli në gjanë, kështu dhe edhe gojën për shembull. Sigur ashtu, tash deformimet e gjithë këtyre viteve. Se vetëm që ke nishani më ashtu. Pra, shefni, ka pas një nishan të vogël, ndërkohë ju e shikoni që ai është zmadhuar. Ndoshta do jetë zmadhuar, nuk mund të jetë. Gjithsesi janë disa, ndoshta edhe nga kushtet ku ajo ka jetuar, gjithkohën e ekspozuar në diell. Megjithatë, le të mos nxitohemi, unë e them vazhdimisht të mos nxitohemi derisa ta verifikojmë plotësisht nëse është vërtet ajo. Atëherë, visi kemi diçka të rëndësishme? Nuk e di, ka telefonues që tregojnë se mbase personi fjalë mund të jetë dikush tjetër, kanë dhënë dhe një emër, por nuk duhet ta përmendim tani. Është vërtetuar apo jo? Po. Atëherë do të jemi në pritje të shikojmë se si është e vërteta e kësaj zonje. Dhe ne kalojmë tek një histori tjetër, do të kalojmë tani tek historia e Brunilda Allës. Atëherë po, kemi publicitet, kalojmë në një hapësirë shumë të shkurtër publicitare dhe kthehemi më njëherë. Më falni, e keni filmin Karate Kid? Po, e kemi. Okej, ju lutem tua skenën ku ai mban ekuilibrin. Skenën ku ai mban ekuilibrin. Kjo është e pamundur. Si bëhet?
Për herë të parë në Shqipëri është e mundur, vetëm nga Plus. Rimbush me çfarë të duash, minuta, mesazhe ose megabajt, vetëm me Plus special. Sepse Plus të përket ty. Jemi kthyer në studio të nderuar miq, siç e thash dhe pak më përpara, do të kalojmë tani tek historia e Brunilda Allës. Një histori të cilën ne e prezantuam 2 javë më parë dhe javën e kaluar, ka pasur të dhëna informacione flitej për një zonë në Itali për të cilën mund të ishte, pra mund të jetonte aty Brunilda Alla. Bashkëpunëtorët e emisionit ton, por dhe pra personat e tjerë kanë shkuar për ta verifikuar dhe nuk kemi arritur të bijem në gjurmët e Brunilda Allës që ne kërkojmë. Megjithatë, unë do doja edhe një herë sonte të prezantojmë foton të dhënat e saj dhe do doja të jepja fjalën në Visit për të na dhënë pra cilat kanë qenë kërkimet e fundit për Brunildën. Japim dhe një herë të dhënat e Brunildës. Atëherë Brunilda Alla është 35 vjeç, ka lindur në qytetin e Fierit dhe në datën 30 nëntor të vitit 1995 ajo është larguar me skaf nga qyteti i Vlorës për të mbërritur në brigjet italiane, por që nuk dihet nëse arriti apo jo. Do të them se nga të gjitha simbas familjarëve, pra që nga 30 nëntorin 95-s, ju është thënë se ndoshta vajza është mbytur, mëtej është vërtetuar edhe nga personat të tjerë të cilët kanë pasur pra informacione të dhëna për Brunilda Allën, e cila ka shpëtuar, shëndoshë mirë dhe jeton në Itali. Madje është realizuar dhe një dokumentar, apo jo, e vis, të cilin pjesë nga të cilin ne kemi prezantuar dhe javën e kaluar, duke kërkuar Brunildën, e bërë nga Elvira Dones, prezantuar në një televizion zvicerian, por dhe në Itali. Megjithatë, i është marrë një intervistë dhe babait të Brunildës. Vitet kanë kaluar, ka pasur shumë të dhëna, por sot e kësaj dite ne nuk kemi arritur pra të marrim vesh se ku ndodhet Brunilda Alla. Përveç një telefonate që është bërë rreth viteve 2008 në televizionin kur ne kemi qenë pra në emisionin Njerëz të humbur, është bërë pikërisht në hyrje në sekuencat e para të emisionit, një telefonat nga një vajzë e cila ka thënë jam Brunilda, ka folur me maman e saj. Kjo ka qenë telefonata e parë dhe e fundit dhe që nga ai moment nuk është bërë më gjallë. Ndërkohë që nga kërkimet që Njerëz të humbur ka vazhduar dhe ka vijuar për vite të tëra, kemi arritur në një moment të rëndësishëm, kemi marrë një informacion për një zonë të Italisë që mund të kishte jetuar një vajzë me emrin Brunilda Alla, por a ishte vërtet Brunilda kjo vajzë? Çfarë zbuluar e vis? Si fillim pra ne lokalizuam një adresë ku mendoj se të paktën nga disa kërkime që ishin kryer nga bashkëpunëtorët tonë në Itali, mendoj se Brunilda Alla jetonte në Porto Recanati, në Macerata, i cili është një qytet i vogël afër Anconës, në rrugën Via Diacusio, për të cilën pati një numër të madh bashkëpunëtorës që shkuan në këtë adresë për të verifikuar nëse vajza me emrin Brunilda Alla ishte kjo që kërkojmë në studio apo jo. E vis, përpara se të vazhdosh, unë do doja të pyesja në çik babain, pra Brunildës, zotin Evruz, mi mbrëma dhe njërë mirë se ka ardhur. Faleminderit. Faleminderit, unë shpresoj që të kemi lajme për të mira për Brunildën. Ndërkohë unë do doja të pyesja, gjatë kësaj jave, ju keni mësuar diçka, ja u kam pyetur të edhe javën e kaluar, por ky është kontakti pra që ne kemi në emision dhe do doja të dija nga ana juaj, nëse keni mësuar në një të re, nëse keni pasur në një telefonat anonime apo diçka, ka ardhur një person ju ka trokitur në familje? Jo, nuk ka asnjë telefonat dhe as ka një person të vinde të bisedon të mua. Nuk ka pas asnjë gjë. Absolutisht, biles edhe me të... Bani pak afër mikrofonin. Biles edhe me të Interpolit edhe ata absolutisht asnjë gjë hiç. Asnjë gjë. Më tepër ata presin nga ju se sa gjënë me vetë. Ndërkohë, siç e tham dhe javën e kaluar, edhe Visi e përmendi, flitej për një zonë në Macerata të Italisë, në cilën jetonte një vajzë me emrin Brunilda Alla. Çfarë ka ndodhur e Vis? Ashtu që thash pak më përpara, nga verifikimet, jo vetëm të personave që jetonin në Macerata, që shkuan dhe verifikuan në këtë adresë, por edhe nga policia e Maceratës, se cilët neve patëm një kontakt me ta dhe e kryen pikërisht të verifikim dhe shkuan kontrolluan pikërisht në këtë zonë, rezultuam në një fakt përfundimtar se në fakt Brunilda Evruz Alla
e datëlindjes 13 prill. Nuk ka jetuar në atë adresë. Po, nuk ka jetuar në këtë adresë. Pra ka qenë një tjetër Brunilda Alla, por jo Brunilda Nevruz Alla. Pak kemi marrë një verifikim zyrtar. Kjo është kryesorja sepse heqim vëmendjen nga kjo zonë dhe shikojmë se ku mund të kemi burime të tjera. Megjithatë, javën e kaluar sërish në zonën e Maceratës, sara dhe në Treja, pra që është pikërisht një adresë, një zonë në Macerata, përmendej një bar, pra bar Viola, për cilën neve folëm shumë javën e kaluar dhe mendoj se në këtë bar Brunilda kishte punuar për një periudhë të caktuar. Ky lokal ka qenë në pronësinë e një zonje shqiptare, fakt e quajtur Manushaqe, nga verifikimet që janë bërë nga personat sërish që jetonin në këtë zonë. Ka pasur disa të cilët kanë treguar se në fakt nuk ka pasur ndonjë vajzë me Brunilda që ka punuar pikërisht në këtë lokal. Lokali në fakt tani është mbyllur, ka kaluar në pronësinë e një zonje italiane, quajtur Valentina, por që nga ato kontakte që janë kryer me banorë që jetonin afër këtij lokali, kanë treguar se nuk ka pasur ndonjë vajzë, pak ka shkuar me foton, e kanë treguar foton e Brunildës, por që sipas tyre ajo vajzë nuk ishte parë që të punonte në atë lokal. Madje duhet marr parasysh edhe një email që zyrtar që ka ardhur të paktën nga ish pronarja, pra kjo zonjë shqiptare, e cila ka qenë pronare e Bar Violës, ka deklaruar nëpërmjet këtij emaili se unë nuk e kam Brunilda Alla, ose më mirë vajza që ju kërkoni, nuk ka punuar asnjëherë në lokalin tim, unë nuk e njoh. Pra është prononcuar edhe ajo, unë dua ta falenderoj për këtë informacion që ka dërguar në adresë të emisionit tonë. Ikën vëmendja dhe nga ky lokal atëre. Por nuk kanë munguar telefonate që kanë ardhur nga qytete të tjera. Në fakt ka qenë një zonjë me emrin Vera, e cila vërtet ka punuar shumë për rastin e Brunilda Allës, e cila na ka marrë telefon nga qyteti Milanos. Po? Kjo zonjë sërish në këtë qytet ka qenë me bashortin e saj përpara disa ditësh në një lokal sërish dhe aty ka parasisht një vajzë që sipas saj, të paktën nga tiparet e fytyrës, sepse nuk ka arritur që të komunikoj shumë me të, i ngjason Brunilda Allës. Foton e saj ajo na i ka nisur në adresën tonë. Do të jetë vetëm zotin Nevruz do ta shikojmë, mos ta bëjmë publike, mund të vish zotin Nevruz të shikojmë. Ajo nga bazohet se kjo vajzë mund të jetë Brunilda. Mos harrojmë kanë kaluar shumë vite, por kjo zonjë fliste me familjen, çfarë Kjo zonjë nuk fliste me familjen, kishte shkëputur çdo kontakt, në fakt kishte probleme me kujtesën e saj, për fat të keq. Zonja insistonte vazhdimisht për ta ngacmuar në kujtesën e saj, duke i përmendur emrat e familjarëve, si të emrin e babait Novruz, po dhe emrin e nënës Drita. Ndërkohë që zonja e kishte shumë të vështirë që të kujtonte se nga i kishte preardhjen dhe kush ishin personat, familja e saj me ata të cilët ka jetuar. Niset më shumë nga ngjashmëria, për cilën zoti Nevruz mund ta apohoj akoma më mirë, nëse është e njëjta vajzë. Edhe diçka tjetër, ngjyrën e syve si e ka pasur Brunilda? Kafe. Sa e gjatë ishte zonja në fjalë vis? Rreth 35 vjeç. 35 vjeç sa e gjatë? Ishte, në fakt nuk kam ndjeni për gjatësinë. Mund të më bëni një lidhje telefonike me zonjën Vera, thjesht ta pyesim, por të paktën nga foto nuk kemi ngjashmë. Zoja në fakt është detyruar që ta marrë edhe në shtëpi, në mbrëmjen e dieshme, për të munduar sa më tepër për të marrë vesh më shumë rreth kësaj femre, pra nëse ishte Brunilda. Është shqiptare, ka kontaktuar me familjen, çfarë thotë? Nuk ka kontakte me asnjë person, jeton e vetme. Nëse s'është Brunilda, mund të jetë ndonjë person tjetër? Po, unë në momentin tani që shikoj dhe foton, me thënë të drejtën nuk kemi ndonjë ngjashmëri, megjithatë ju jeni personat që njihni pra fëmin tuaj. Për ju është bërë ma për mua, po nuk duket edhe tek mundësit e faqeve të asnjë. Mirë, zotin Nevruz, mund të uleni, pra ishte një verifikim që ne donim ta bënim. Ndërkohë ka pasur të dhëna të tjera përveç këtij, pra simbas publikimit të fotos, por dhe ato që sapo pa zotin Nevruz babai i Brunildës, nuk është Brunilda. Po, është vërtet. Paktën këtu kanë qenë dhe informacione të cilave neve ju kemi shkuar deri në fund dhe kanë qenë për ne më të rëndësishme. Ka pas telefonata të tjera
që kanë treguar se është parë në qytete ndryshme në Itali, por që nuk kanë arritur më tepër, pra, kanë diçka konkrete. Gjithsesi, dua të them se sërish ka një konfirmim pra nga policia, nga kontakti që ne patëm me policinë pasi bëri dhe verifikimin Macerat, na tregoi se fotoja dhe dhënat e Brunildës figurojnë pra në sistem se ajo është në shpallje si e humbur dhe kërkohet nga Interpoli ndërkombëtar. Po, e kuptoj. Po, Qashtë ne që kërkohet nga Interpoli ndërkombëtar. ndërkohë që kanë ardhur disa informacione tek TUK, nuk janë shumë pra të bujshme, megjithatë ne si gazetar ngelet për t'i verifikuar. Ka ardhur një informacion pra nëpërmjet postës tonë elektronike për një vajzë e cila është parë në Vjenë, është një zotëri i cili deklaron se ka një ngjashmëri me vajzën që ju kërkoni. Madje ka ofruar për t'i bërë dhe një foto dhe të bisedoj me të, mendon si mbas tij se është shqiptare dhe një tjetër është për në Zvicër. Jemi duke pritur pra përgjigje dhe verifikimet, por pa hequr vëmendjen nga Italia, sepse në Itali mendohet se mund të jetojë dhe sot e kësaj dite Brunilda Alla, duhet të thonë dhe diçka tjetër. Për sa i përket adresës së parë, që siç e tham si pistë raposht, pasi kjo vajzë që ka jetuar atje ka pasur emrin Brunilda Alla, por atësia ka qenë ndryshme. Pra nuk është Brunilda që ne kërkojmë. Mëtej, sërish të fillojmë ndoshta nga e para për të ripublikuar foton e saj. Japim dhe njëherë të dhënat e vis. Po, atëherë do doja vëmendjen e gjithë teleshikuesve, pasi po flasim për Brunilda Allën, është 35 vjeç, ka lindur në qytetin e Fierit dhe për 30 nëntorit të vitit 1995 ajo ka humbur. Pra rezulton e humbur për familjen dhe për gjithë personat që e kanë njohur. Të nderuar miq, do doja të fokusoheshit në foton e saj. Është rreth 1,70 e gjatë, sot duhet jetë 35 vjeç, syt kafe, flokët me onde, gështenj të dendura, e gjatë pra 1,70. Ka pasur një nishan, apo jo, në faqen e majtë mbi poshtë syrit. Kur qesh i bën në faqet molza. I bën si grop, dy gropa. Kur qesh pra i bën 2 gropza në faqe. Ndërkohë pjesën e dhëmbëve ka dhëmbët i ka të rregullt. Dhëmbët i ka të rregullt, shumë të rregullt. Atëherë, do të jemi në pritje, do të doja të nderuar miq të gjithë ju që ndoshta mund ta keni takuar këtë vajzë, mund ta keni parë diku, të kontaktonit me emisionin ton. Kemi po? Shtem dhe një verifikim që nuk është kryer dhe ne jemi pritje, patjetër që do ta kryejmë, pra për sa i përket emisionit ku mendoj se Brunilda ishte eftuar përpara 2 vitesh. Kanalit 5 në Itali. Bashkëtorja jonë Majlinda, me cilën folën edhe pak më përpara, është duke u përpjekur që të ketë një kontakt me priftin që mendoj se shoqëroi të 2 vajza në emision. Është lidhur me këtë kish, por që do presim akoma pas kontaktit që ajo do për të marrë vesh kush kanë qenë këto 2 vajza të cilat kanë qenë në emision dhe ku ndodhen momentalisht. Doja të pyese për këtë, po ju e thatë vetë, ju falenderit për gjithë shka. Në të gjitha të dhëna dhe çdo informacion që vjen, të gjitha verifikohen, marrim cilat ngelen dhe cilat bien poshtë. Pra, si që ndoqëm nga të gjitha këto që ishin grumbulluar deri tani, kanë rënë poshtë dhe fillojmë dhe njërë. Shikojmë informacionin i cili është parë në kanalin 5 në Itali. Ju falenderit për gjithë shka, keni bërë gjithë shka. Shpresojmë të zbulojmë diçka, zotin e Fruz. Inshallah, zotin. Unë kam besim se diçka do të zbulojmë. Gjithsesi me sa shikoj vazhdojnë të vinë informacioni, do të jemi në pritje sërish sonte. Dhe në këtë momente do të kalojmë në një histori tjetër, kalojmë në rubrikën tonë Ironia e Fatit dhe do të tregojmë sonte historinë e Gentian Hysenit, i cili ka ardhur këtu për të kërkuar rënjët e tij. Mimbrëma dhe njerë Gentian, për para se ne të bashkëbisedojmë me të, unë do doja së bashku të gjithë të ndishnim historinë e Gentian Hysenit, mësuar vetë nga Gentiani, cila ka qenë jeta e tij dhe arsyeja përsa i ndodhet sonte në emisionin Njerëz të Humbur. Ndjekim insertin. Në datën 19 shkurt të vitit 1982, në maternitetin e Shkodrës, vjen në jetë zëri dhe rahjet e zemrës së një krijese të vogël dhe të pafajshme. Shumë shpejt të kishte një emër, Gentian, por ky fëmijë nuk pati ngrohtësinë për këdheljet, buzëqeshjen dhe dashurinë e nënës dhe babait.
nuk pati kur mbështetjen e një vllai apo motre në jetën e tij. Gjithë vështirësitë e jetës ju deshti përballonte i vetëm, me jetën plot të papritura. Unë jam Genti Hyseni, kam lindur me 19 vitit 1982. Kur kam lindur, kam përfunduar në befetrofin e Shkodrës. Mëse me prej befetrof kam kalu në parashkollore, deri në 6 vjeç. Prej në 6 vjeç kam shku të shtëpia e fëmijës deri në 14 vjeç, atë kam bë shkollën e tana. Në një moshë shumë të vogël, ai dërgohet në shtëpinë e fëmijës në Shkodër, dhe kur ai ishte 7 vjeç, një zonjë dëshironte ta byrësonte dhe t'i jepte atij një familje, por për fat të keq. Ajo largohet nga jeta dhe Gentianit për herë të dytë ju privua e drejta për të pasur një familje. Në klas 7 pata një fat për me mbirësu e tana, u banë dokumentat e tana gati. Momentin që isha për me ik, më prunë lem që ajo gruja vdiq edhe me ta për aty. Mëse me 14 vjeç dola për shpismis, shkova në konvekt e mekanike postore, vazhdova shkollën e mesme, fillova të punu. Në vitin 2007, ai martohet me Flutrën, e cila është shoqja e tij e jetës. Nga kjo martesë, ata sollën në jetë 2 fëmijë, një arsye më shumë për të vazhduar luftën mes provat e jetës. Unë njofta edhe me bashkëshortën time që sa të kam 2 fëmijë. Njofte një njëri jam, një shok jam i vetë që është kështu. U fejova, u martova, sa të kam 2 fëmijë të lumtur. Dhe gjatë kohës që kam kanë martuar me të, filluan të shokët e mi, njerëzit e mi, kom pyetën për ka je, ose se ka me nana jote, unë i thosha fillë jam i shpismis. Edhe pse kishte njerëzit më të shtrenjtë pranë vetes, një bashllëk i pashmangshëm e gërvente në shpirt. Shpresa se një ditë do të ndjente për godheljen e nënës që e solli në jetë, se një ditë ajo do ta kuptoj që ai është djali i saj, e ka shoqëruar Gentianin deri në ditët e sotme. Ja, s'kam kërkuar se herë, se prap mendosha mund t'jetë e martume, ose zori jam, frika jam, se si mund të më presin, ose e mendosha këtë gjë. Po më tepër jam mënu kur e kam kuptu që vetë jam ba prind, atëherë kam kuptu rëndësinë e prindit, se që dhe me thonë prindit. Sepse kur kam kënë beqarë, prap e kam pas mendin e frest, i ri, dhe nuk i kam punë rëndësi vetit, po kur bashkë me fëmijë kupta që dhe me thonë prindit. Në momentin ku më kalin djali i parë thosha, ku si ka pas mundësi një nanë me elan një fëmijë, çfarë halli do të kenë pas një hatë fort, ose do të kenë pas një traumë të madhe që e lënë, se kërkush se lënë fëmijë. Do t'i thoja vetëm një gjatë shkurt, do t'i thoja, sepse me fol gjatë e ma gjatë është vetëm zemra ajo që e ndjen në ndjesën e nanës, nuk është kërkush. Edhe momentin kur e kam një tamam nanën, ka kënë kur kam luftu me jetës e vdekjes që kam bërë 2 operacione të rënda në trup. Pra Gentian, kjo ishte historia jote apo jo? Jeti e rritur në shtëpinë e fëmijës, më ngeli në mendje ajo fraza e fundit që the se e kam ndjer mungesën e saj më shumë në një moment të vështirë të jetës tënde, pra kur ti ke kryer 2 operacione të vështira. Aty ke thënë ku je nëna ime apo jo? Si ka qenë jeta jote, Gentian? Ila e me vështirë ka qenë. Plus mungesa nënës edhe personeta liksinat e mija. Çdo gjë vështirë, se të nësa çdo është me luftu. Kur ke kënë 14 vjeç, çdo është me kanë vetë zotë veç ka për çdo është me... Pra deri në moshën 14 vjeçë ti ke jetuar i rritur në Befotrofin e Shkodrës apo jo? Jo. Si ka qenë? Po, na i trego. Unë për në foshnje, deri në 3 vjeç kam kënë Befotrof. Po. Ose në për në 3 vjeç, deri në 6 vjeç kam kënë një parashkollore, si që mund të qënë në kohë, po parashkollore. Për në parashkollore, mësë në deri në 6 vjeç kam shku për mu shkollu të shtëpia e fëmijës. Të shtëpia e fëmijës, po në Shkodër? Po, në Shkodër, deri në klasë 8, që kam kënë 14 vjeç.
Në moshën 14 vjeçare, çfarë ndodhi me ty? Dola në konvekt. Kryva shkollën e mesme. Se qërin shkollën e mesme, kryva se i thënë me mikso, do të me punu me hangër bukë. Pra, fillove të të punosh, edhe të shkojë në shkollë të mesme, apo jo? Për të përballuar jetën, ishe vetëm 14 vjeç, pas një mbështetje. Pas një mbështetje, pas i si. Megjithatë, sot ke arritur të ndërtosh një familje shumë të bukur, të përgëzoj për familjen tënde, për fëmijët që ke sjell në jetë dhe që je një djalë shembullor që përballon jetën me këto vështirësi pa asnjë lloj mbështetje, apo jo? Sepse secili nga ne në një farë mënyre kur ke prind, kur të dhëm diçka ose kur ke një hall të paktën shkon edhe përplasesh dikur se ti ke qenë i vetëm, apo jo? Edhe puna leksinave mnolli edhe në momentin kur martova fill, as i javë nuk shkaj martesa, nolli fill leksina. Unë e priqja për me noll, po... Ke pas probleme me shëndetin? Kam pas probleme me shëndetin, edhe nuk dosha më bot me mnoll, unë si kur e me nosha, po... Prep, nuk dosha më bot me mnoll gjatë martesës, ma mirë të mnoll të përparan se sa gjatë martesës. Sepse ka qenë momentet e tua më të lumtura, apo jo të martesës? Dhe ndoshta ke pasur frikë se mos kjo lumturi nuk vazhdon dhe të ka ndodhur pikërisht në atë moment, ka ndodhur... Ja, në fakt, kur më ka nëllë më nolli, unë qova nusën me prej flokt, edhe me ly flokt, edhe mësën e unë shkova për me kërku në shpi, për me shku në shpi që për me dalë në darkë, me pi kafe me tem, më nolli spontan të kretë, më atë fik të pesrajt, aty mësën e s'ma i gjamen, deri në momentin kur kam dalë prej komes. Ke qenë në gjendje kome? Kam qenë në gjendje kome. Për sa ko? Kam qenë për një javë. Kam nërë një 3 javë në spital, se unë e heka i pjesë stomakut, mësën e mas 2 mujve heqa dhe i veshk. Mirë, ti lëm ato, janë pjesë që ndoshta... Pjesë e jetës. Ndoshta ato, pjesët e vështira ndoshta nuk duen kujtuar, por të mendojmë se ka dhe ditë bukra në jetën tënde, Ka shanë bukra për mu, s'ka ma. S'ka më të këshia. Ka në kalu. Kuri me familje e kalan ma letë. Do doja pak të më tregoje, kur ke qenë i vogël, zakonisht pra gjithmonë ke ndëruar si do jetë nëna jote. Ke menduar ndonjëherë kur ke filluar të mendosh për nënën? Me mendon njëri mendon të gjithmonë, sepse edhe kur shkosh në shkollë, kur shif që prind të marrë fëmijët e vetë e këta, e mendon shallon edhe çdo fëmijë mendon. Por prepe kena kalu i fije, si me thonë, me sportivitet këtë punë, se shpine fëmijës edhe nga kanë dastu, si me thonë i fije, se edhe nga kanë ba qepin, nuk ka se nga ka mungu gja. Jeta shtirë ka kanë vitëm mas shpis fëmijës e tash, që kena do në konvek, kurse shpine fëmijës edhe me dash me nga mungu, s'na kanë lanë me nga mungu, se ja plazhet, ja ekskursionet, ja programet. Ka qenë një jetë pra e mbushur, apo jo? E mbushur, ta ka larguat stresin, si i kuptoj. Megjithatë, gjithmonë, kur ke qenë i vetëm, kur ke pasur, pra kur vinin zakonisht festat, sidomos festat e fund vitit, ditëlindja jote, ke pas dëshirë që dikush të vinte për ty, apo jo? Unë dëshirë që kam pas vetëm darsën, kam pas dëshirë me marrë, edhe kur më ka lind djali i parë. Njaja ka kanë dëshira ma madhe. Pra kur të ka lindur djali i parë ke dashur dhe ti të kishe edhe në dasmën kur je martuar, ti ke qenë i vetëm, ndërsa... Se nuk ka kënë as vjerha, se është puna traditës tyre që e kajnë. Edhe mu dukshin si kujnë atu martu 2 jetima, kur si ishin prind të saj edhe prind të mi. Ndërkohë që bashortja jote ka një familje, ndërsa ti je i vetëm, apo jo? Ata më kanë mbështet, ata më kanë pruderin këto, bashkë me diamantën. Tani që ke 2 fëmijë, apo jo? Ke menduar ndonjëherë si kur të kishe dhe ti motra, të kishe një familje të madhe? Kisha ka një lumëtën. Në qoftë se nëna jote të ndjekë sonte, kthehemi në datën 19 shkurt 1982, që është dhe data e lindjes tënde, apo jo? Në qoftë se ajo të ndjekë sot, çfarë do t'i thosh? Hajde shreje një plak në zemër. Dera shpista me hapën për t'i dash. Qa do që t'ken nollë, qa do që t'ken kënë, ato janë t'harrume, janë t'kalume. Ka kanë edhe vetë koha, sistemi i atë kohës. Nuk isha dash me e pa.
Gentian, më the pak më përpara që ke pasur një moment vështirë në jetën tënde dhe ke dashur që ta kishe pranë. Të kishe pranë pra dikë nga ana jote, nga gjaku jot. Kjo është ajo që të bën që ti ta kërkosh vazhdimisht, apo jo? Ku është, kush jam unë, nga kam ardhur? Dhe unë dua të të them se sonte ne do të t'japim një përgjigje. Shala mirë. Të thash, ti do mendosh të këtej tutje vetëm gjëra të bukura, apo jo? Po, për gjëra të bukura kena ardhur. Sonte ne do t'japim një përgjigje, ti do bësh i fort, apo jo? Se unë e di që ke emocione, edhe unë bashkë me ty kam emocione. Unë zakonisht kur një temë s'qaj, po. Atere, përveç kësaj, unë do doja të vije me mua, ta shikojmë një herë. Të shikojmë foton e saj, do t'i marrim gjërat, sepse edhe ajo ka vojtur shumë për ty. Kjo është nëna jote. Edhe në gjani, Po, dhe në gjaj. Kur ta takosh, do t'a përqafosh fort e fort. Edhe ajo t'ka kërkuar. Këtë e gjefnitesh. Ke vlezër, ke dhe motra. A ti ku ishe i vetëm, tani ke familje të madhe. Pjesën e pusve më duket si nusja jeme. Si nusja juaj, ja? Këtë pjesën këto. Atere, të thash, ke vlezër, ke dhe motra. Shumë faleminderit për josh. Kemi dhe një surprizë për ty. Motra jote dëshiron të flasi. Hajde, foli këtu. Alo. Një mrama, si... Unë mirë jam. Mirë. Mirë janë, s'janë keq. Gjithashtu edhe vetan, po m'vjen mirë. Faleminderit. Ajde se ta patakojme tash. Faleminderit për është fala bani tanave. Faleminderit. Natën e mirë. Shumë faleminderit. Urime, Gentian. Faleminderit shumë. Edhe unë, si që ta thash dhe pak më përpara, shpresoj mos ndajni më asnjëherë. Ja, shpresoj ja. Sot me sa shikoj unë ti ke ardhur e shoqëruar nga një shoqja jote dhe unë... Unë nuk e quj shoqe, unë e quj nana 2, bëlesh nana tanë dhe pjesë e nana. Cila është në publik dhe ka qenë dhe pjesë e emisionit Njerëz të Humbur. është nana tanë me grupit tonë, se merret me gjithë kanë. Të përshëndes, edhe ajo kërkon 2 fëmijë në emisionin tonë. Zonja Diamanta, apo jo, mirë mbrëma, mirë se ke ardhur. Ajo të ka shoqëruar, mund t'ulesh Gentian, marrësh veten sepse di që je emocionuar, dhe ne gjithashtu. Rëndësi ka që ti sonte pra e pe për herë të parë, ju do takoheni, do të bëni biseda për gjithë këto vite, dhe kryesorja është që ke edhe ti një familje të madhe. Shumë faleminderit. Një familje shumë të bukur. Nëna jote ka vojtur për ty ashtu si që ke vojtur dhe ti për të, pra ndoshta në të njëjtën kohë keni kërkuar njëri tjetrin. Shumë faleminderit. Dhe dua të them dhe diçka tjetër që keni jetuar ndoshta për një farë kohë edhe shumë afër, pastaj ajo është larguar në një qytet tjetër, por rëndësi ka që tani do takoheni dhe këtë tutje do... Shumë faleminderit. Do mblidhen të dyja familjet, edhe bashkëshortes tënde, por edhe tëndja. Shumë faleminderit. Sot ka shoqëruar Diamanta. Po. Gruaja është me fëmijët vetësër edhe. Mirëmbrëma Diamanta. Ju falenderoj shumë ju në natë parë edhe stafin tuaj. Faleminderit. Mi bën për gjithë më bëhet mi që e gjithë anën biologjike, edhe për të gjithë stafin tuaj inshallah dhe këto njerëz që janë këtu gjejnë njerëzit e tyre. Ta shpresoj. Faleminderit shumë për jush. Edhe ju dua shumë. Edhe ne të duam shumë, sepse në një farë mënyrë e bërë edhe ju jeni bërë pjesë e stafit të emisionit. Po, ju një rratë parë, ju ka për zemrët edhe albumin tani të e kam me 2 albumin një plot i kam famë dhe sejnës, veton gazetave koha ju një kam dzjerë. Falemderit shumë, të falenderoj Gentian, shpresoj mos ndajni më kur. Të nderuar miq, këtu përfundon historia e Gentian Hysenit, i cili sonte mori vesh rënjët e tij, foli me motrën e tij,
të cilën nuk e ka njohur kur dhe do të marri vesh pra dhe historinë e jetës së tij, por do të takohet shumë shpejt dhe me nënën. Dhe ne vazhdojmë me rastet e tjera, sepse sonte kemi të tjera për të prezantuar. Do të kalojmë tani në një histori tjetër. Javën e kaluar ne kemi prezantuar historinë e Beqir Rukut. Kemi kërkuar gjurmët e tij në shtetin italian, por çuditërisht informacionet kanë ardhur në emisionin tonë dhe na kanë çuar në një kontinent tjetër, pikërisht në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kanë ardhur gjurmë të tij, pra ishte parë diku kishte punuar në një pizzeri në Las Vegas. Mëtej, mbas një kontakti të drejt për drejt që ne patëm me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe me zotrin i cili deklaronte se një person i ngjashëm me Beqir Rukun ka punuar në pizzerinë e tij, është larguar drejt Alaskës. Por çfarë ka ndodhur mëtej? Do doja të ndiqnim një insert të gjithë së bashku, të cilën Njerëz Tumur e ka përgatitur duke marrë parasysh historinë e Beqir Rukut, informacionin që kanë ardhur për të dhe gjithë itinerarin që ai mund të ketë përshkruar. Ndjekim insertin dhe kthehemi më njëherë. Beqir Ruku nga Drenasi i Kosovës, për 21 vitesh, ka shkëputur kontakte me familjen e tij dhe që atëherë askush nuk di çfarë drejtimi ka marrë. Historia e tij fillon në vitin 1976, kur ai largohet nga vetlindja dhe emigron drejt Kroacisë. Ai vendoset në Velemune të Rijekës, ku dhe njihet dhe martohet me një shtetase kroate të quajtur Luciana dhe sjellin në jetë 2 fëmijë. Më pas, Beqiri së bashku me familjen e tij të re zhvendoset në një shtet tjetër, në Trieste të Italisë. Në muajin dhjetor të vitit 1991, Beqiri kthehet në familjen e tij në Kosovë, por qëndrimi ishte i shkurtër, pasi në Trieste e priste një punë të cilën sapo e kishte filluar. Gjatë qëndrimit në shtëpinë e prindërve, Beqiri nuk i tregoi askujt për problemet që pati. Duke i siguruar se çdo gjë shkonte mirë, ai iku sërish në fund të vitit 1991. Pas këtij largimi, çdo gjë u ndërpre nga ana e tij. Familja priti në ankth se ndoshta shumë shpejt do të merrte një telefonat për të Beqirit. Në emisionin e datës 2 maj të vitit 2012, pas publikimit të historisë së Beqirit, një telefonues deklaroi se në vitin 2002 e kishte takuar në Las Vegas. Ka jetu një York, nuk e di me kohë për karpin, New York e ka edhe në Vegas. Si pas moshës edhe fotografiz, jam shumë i sigur që ai ka qenë këtu në Vegas, ka punu për neve një 2 muaj. Po? Mas 2 muaj unë nis për Alaska. Ky person i ngjashëm me Beqir Rukun ka punuar 2 muaj në pizzeri Verona në Las Vegas. Më pas, thuhet se ai është larguar në një shtet tjetër, në Alaska, dhe ishte vendosur në Anchorage. Ishte punësuar në një restorant si kuzhinier për një periudhë shumë të shkurtër. Po është vërtet Beqir Ruku nga rrethinat e Prishtinës, djali për të cilin dyshohet se ndodhet atje. Përveç kësaj, janë shumë pyetje të cilat ngrihen dhe mundojnë familjen e Beqirit. Të gjithë përpiqen të gjejnë se cila është ajo arsye që e mban larg Beqirin, por duket se përgjigje nuk gjen askush. Pra të nderuar miq, kjo ishte kronika që ne kishim përgatitur për ju. Siç e dëgjuat dhe nga sekuencat e emisionit të kaluar, një zotëri deklaroi se simbas tij Beqir, një person me emrin Beqir, mund të ketë punuar në pizzarinë e tij në Las Vegas. Patëm një lidhje telefonike me të, por ai deklaronte se ishte larguar nga Las Vegasi drejt Alaskës. Nuk e dim është Beqir Ruku ky person apo kush është, gjithsesi ngelet për të verifikuar. Por unë sonde do doja t'ja u jepja fjalën edhe një herë motrës edhe vllajt të Beqirit. Mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. Do doja të më tregonit nga kjo javë, pra, mbasi jeni larguar nga emisioni jona, keni pas në një telefonat apo ndonjë lajm? Jo. Asgjë s'kemi pas. Absolutisht asgjë. Jo. Do doja të pyesja edhe diçka tjetër. Ju që nga momenti, pra që nga fundi dhjetorit të 91-shit dhe deri më sot, me ish bashkëshorten e Beqirit keni kontaktuar ndonjëherë, me fëmijët keni kontaktuar? Lloj ka kontaktuar. Me grupën telefontina, më ka kontaktuar. Ju keni kontaktuar me telefon? Aja me thonë, ja 4 vite, 3 qështë. Telefonët, 3 herë nuk e cekë telefonin e po.
Keni mësuar ndonjëherë nëpërmjet saj, cila ka qenë arsyeja se si absolutisht asnjëherë pra? Unë para se të lajmëronën e emision, kom kontaktu me Katarinën, me vajzën e Beqirit. Edhe e pyesa se çka ndodh, tha unë nuk e di asgjë. Unë kam qenë vetëm 5 vite kur më ka lënë babaj, nuk e di asgjë. Edhe nuk dojmë këtë hynë në temë heq s'do ke bisedë. Nuk do të t'ja përmendje fare pra fare. Të njëjtën gjë ka bërë dhe me ne. Në momentin që i kemi përmendur, kemi tentuar disa herë kësaj jave për të telefonuar dhe për të marrë vesh ku kanë jetuar në Trieste apo diçka tjetër, në momentin që është përmendur emri babait, nuk dëm heq. Nuk ka dashur. Nuk dëm, kurse se ku di unë. Edhe diçka tjetër, ju keni bërë ndonjë denoncim të humbjes së tij në polici, absolutisht asgjë përveç emisionit ton. Përveç emisionin e juve, askënd. Siç e dëgjuam dhe nga java e kaluar, një zotëri deklaroi se ka një person të ngjashëm pra me Beqir Rukun, i cili ka punuar në pizzerinë e tij dhe më tej është larguar drejt Alaskës. Ne, mbas shumë kërkimesh, verifikimesh, arritëm të kontaktojmë me personin i cili ishte sugjeruar për të punuar ky djalë nga Kosova me emrin Beqir në Alaskë. Nuk e dim, e kemi për momentin. Tani do të bëjmë një lidhje drejt për së drejti telefonike me Alaskën, jemi shumë larg, të nderuar miq, megjithatë, në Las Vegas jemi tani. Atëherë do të bëjmë një lidhje me Las Vegasin, me zotrin i cili ka telefonuar javën e kaluar, më informoni. Silva, më informoni... Zotin e Art. Me Zotin e Art, i cili ka punuar në Verona Pizzeri, dhe më thënë me Zotin Beshir. E kemi në linjë? Po, është në linjë. Linja? Linja numër 1. Linja numër 1, regjia. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma, përshëndetje. Mirëmbrëma, Sini. Jemi këtu në kërkim të Beqir Rukut. Gjithsesi, unë do doja pra të dija nëse kemi diçka të re këtë javë. Javën e kaluar në një farë mënyrë ne biseduam edhe pra thamë se ndoshta ai ka shkuar në Alaskë, apo jo? Keni arritur të kontaktoni, a keni marrë vesh diçka të re? Po, kam bisedu me shokët e mi atje, se tash javën e kaluar, se tash mi jep një 2 ditë tri, po nuk ka asgjë të renje, nuk mund e këtojnë ma gja. Po? Beqiri po, shumë njerëz e njohin, por nuk do me bo këtë publike që ka ndohë me atë burën, ose që i verifikojnë ala, duhet dhe pak kohë më shumë. Pra, ju keni kontaktuar, ata çfarë thonë, Beqiri ka jetuar atje? Po, shumë jam sigur që jam i sigur të dhe vetë, se vetë e kam qua atje, kështu që e di që o Beqiri. Zotria, mund të shikoni dhe njerë foton e ti, në qoftë se është vërtet i njëjti person, apo kemi... Unë bazohem shumë fotografi të ta që e në fund, shumë vetëm fotografi tjede në mosh. Vlavin kërë kam pa javën që shkoj. Po? Në ftyrë shumë përngjojnë, në ftyrë shumë përngjojnë me vlajnë e vetë. Me vlajnë e vetë, i cili momentalisht është dhe në studio. A ditë që ke në studio, po. Po. Atëre, bra ju jeni sigur që ky person është Beqiri që ne kërkojmë? Unë jam i sigur që këtë tash edhe ua shumë në fotografi edhe në moshtina, edhe për vendit që ka linë informatët që i dhatë. Ka pasë do t'jem s'ke këtu, ata shokë në lasë që mundet më u konë Beqiri. Po, me gjitha të ata ju keni kontaktuar me zotrin në Alaskë dhe akoma nuk kanë arritur të marrin vesh apo të kontaktojnë me të. Ku është ai për momentin? është në jetë apo jo, të marrin vesh si është? Ata besojnë që është në jetë, për nuk do në ata bojmë të ashtë këtu publike. Ata menojnë që zërë të ma zgjarë një adrej, sa të bisedojmë të amam të dim që ka kam ndodhë me të. E kuptoj. Po gjallë është. Gjallë është. Kjo është kryesori atje gjallë, se gjithë të tjerat pasaj regulohen. Jemi sigur që është gjallë. Atëri ju thoni... Po. Ju thoni se mishtuaj pra në Alaskë të cilët e njohin se ku jeton Beqiri, duan dhe pak kohë derisa të shkojnë të kontaktojnë me të, pa bërë asgjë publike, ne na intereson thjesht të lidhim familjen e tij me Beqirin, vetëm kaq. Megjithatë, ky është lajm mirë që ju pra jeni të sigurt tashmë se Beqiri është shëndoshë mirë dhe është Beqiri që ne kërkojmë. Unë besoj që po. Atëre, do të jemi në pritje, të çdo ndoshta shpresojmë që ndoshta dhe sonte mund t'ju vinë një lajm nga Alaska, por dhe në vazhdim. Mund ndodhë, nuk di, tash është
Sonte, unë kam besu që kam më kujtë që më shumë më shpejt, ja dhe që shpejt, ta që 2-3 ditë më tepër nuk besoj që të gjatë kjo, por... Ma djetë unë pak më përpara e kam ditur se ndoshta do të kishën dhe lidhje me Alaskën sonte, gjithsesi do të jemi në pritje. Unë ju falenderoj shumë për punën tuaj, për gjithë të interesim që jeni duke bërë, dhe mos harojmë thjesht familjarët duan të dinë është gjallë dhe të flasin me të, sepse nga fundi dhjetorit të 91-shit kanë humbur çdo lidhje dhe që nga i moment nuk kanë folur më. Është besoj edhe unë në ashtu që është një që e kërkojmë, po unë besoj prapë që po, që muna me gjithë së më shpejt. Ta shpresojmë në artë, atëre unë ju falenderoj dhe ju përshëndes nga Shqipëria. Falenderoj shumë, ju kalofshit mirë falem. Përshëndetje. Atëre, dëgjuam, pra zotëria ka folur me miqtë e tij në Alaskë. Ne kemi pritur sot ndoshta një lidhje direkt me Alaskën, ka pas një problem me sa dihet, i cili nuk ka rëndësi të bëhet publik. Kryesorja është që është shëndoshë mirë dhe është gjallë. Ata po përpiqen ndoshta të kontaktojnë me të dhe t'i tregojnë se familja, vllai dhe motra kanë ardhur në një emision televiziv për ta kërkuar thjesht për t'u rilidhur me të. Kjo është kryesorja, megjithatë nëse ai u ndjek sonte, sepse mund ta ndjekin emisionin edhe nëpërmjet faqeve të internetit apo diku, mund t'ia tregojnë edhe shokët e tij. Nëse ai u ndjek sonte, çfarë do t'i thoshit? Po, çka ti tham Aida, e kuptoj prapë se pas disa kohë të lajmërohet e ka vështirë edhe ajt, kthehet të bëhet pajtim, sidoqoftë ato në t'i harron, nuk kanë çka u kanë në të kthehet një telefonat për hatër të nanës, asgjë tjetër jo. Na e kuptojmë jetën e tij, nuk është lehtë shkyqet prej familjes, në familjen tjetër u shkyq edhe me grua, nda, jam një person që i kuptoj rrethonat e tij, çka ka ndodhur gjatë krejt jetës tij, se jemi gjendë që ato i pres me çdo njëri, mos të nesër. Mirë po, aja shka ka ndodhur në telefonat, prapë me të vazhdo jetën, nëse se pengujmë, asgjë se pengujmë. Gëzim atë malë një jetë nuk di, me atë edhe kam ardhur me pa durim. Unë, kryesorja është se sot pak të morëm një lajmë, zotëria ishte 100% i sigurt se ky person është beqiri. Ndoshta, miqtë e tij në Alaskë edhe mund të kenë kontaktuar me të, nuk e dim. Tha më jepni edhe pak kohë që unë të kem mundësi ta lidh. Kjo është më e rëndësishme. Unë e kuptoj ka shumë vite që ju s'keni kontaktuar, nuk e dini se çfarë ka ndodhur me jetën e tij, por kryesorja është të jetë gjallë apo jo. Sidomos siç e thatë për nënën, edhe pastaj edhe për ju. Është, po për gjithë, ama që është me rëndësi me konë gjallë me ditë. Me dita, gjë normale që ndodhin, këto njeti ndodhin njeri, gjithdo problem, ndarje familjesh, ndarje, ato krejt ndodhin. Ai në qatë moshën që e ka bo 35 vjeqare, gjithdo person qatë moshë ka që largohet nga familja, i ndodhin, po... Nuk e dis. Mirë, ne do shpresojmë, do të presim akoma, kemi pritur kaq vite, gjithsesi do presim. Derisa të arrim të lidhemi me këtë person dhe të marrim vesh ai shëndoshë mirë. Kjo është kryesorja. Gjithsesi do të presim dhe sonte, ndoshta deri në fund të emisionit, se mundet të ndodhi diçka për të marrë vesh pra në lidhje me Alaskën, me gjitha ata persona që na ndjekin dhe në këto momente që ne flasim janë duke na ndjekur. Drejt për së drejti nga Alaska. Atëherë kemi diçka tjetër, Silva. Dua të them që në lidhje me zonjën Luciana, ne jemi përpjekur gjatë gjithë javës që të lidhemi me të, por të fatkeqësisht ajo nuk e ka ngritur telefonin. Me ish bashkëshorten e tij dhe duke nisur nga biseda që ne kemi bërë me vajzën, e cila është përgjigjur se unë nuk e njoh Beshirukun, pra për babain e saj. Kjo do thotë që ata nuk kanë as pak dëshirë, domethënë që të dinë se çfarë ka ndodhur me Beshirin. Por është shumë e rëndësishme që ne të bisedojmë me ta, për arsye sepse ata janë personat e fundit që kanë kontaktuar. Ata duhet ta dinë se ku kanë jetuar në Trieste, çfarë punë ka bërë Beshiri atje, kështu që është shumë e rëndësishme që ne të bashkë bisedojmë me zonjën Luciana. Megjithatë, në lidhje me informacionet e tjera, pra përveç këtyre të Alasës, se do mbajmë gjitha pistat,
të dhënash kanë ardhur, por me sa duket zotria ishte mos e i sigurt sonte se ky person ka qenë beqiri. Atëherë ky është informacioni Alasit është një nga informacionet pak a shumë më të sakta në krahasim me gjithë informacionet e tjera. Ka pasur në shtete të ndryshme, por ka qenë paksa të zbeta për arsye se bashkoheshin vetëm tek fotografia, nuk kanë patur kontakt me të. Në lidhje me Italinë, nuk duhet të shmangim nga Italia për arsye sepse ai ka jetuar disa vite aty dhe ne nuk e dim deri në sa vite ka jetuar më mbrapa, që pas 11-shit. Ai vërtet u ka thënë familjeve që unë do largohem në Trieste pasi një punë e re më pret atje dhe nuk dihetën se ai është larguar apo jo në Trieste. Ne gjithashtu kemi kaluar dhe korrespondentes tonë në Itali për të verifikuar prezencën apo emrin e domethënë të Beqirukut në shtetin italian, pasi ky është dhe shteti i fundit që ai ka qëndruar. Dhe kjo është arsyeja për shkak që ne jemi drejtuar asaj. Gjithashtu ka qenë edhe një informacion, një mesazh që ka ardhur javën e kaluar, një zotëri shkruante se Beqiruku jam shumë e sigurt se ndodhet në Itali dhe nuk është në Alaskë. Ne jemi përpjekur që lidhemi me këtë zotëri, por fatkeqësisht thirrjet janë të bllokuara dhe kështu nuk kemi mundur që të vijemi në kontakt me zotërin. Prandaj dhe përfitojmë nga rasti që zotëria apo zonja që ka nisur mesazhin të na kontaktojnë për të ditur vërtetësinë e këtij informacioni, nëse është vërtet i saktë, nëse kanë takuar, por thjesht fjalë që mund të kenë dëgjuar nga persona të tjerë. Ndërkohë që duhet thënë se i kemi bërë dhe një kërkesë ambasadës së Kosovës, apo jo? Duhet theksuar ky fakt në... Po thua se të gjitha shtetet ku kanë qenë dyshimet tona se ka qenë Beqiruku janë dërguar, domethënë emaile dhe në gjitha informacionet dhe dhënat që ne kemi patur për Beqirukun. Si në Kroaci, si në Amerikë, po ashtu edhe në Itali. Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës është dërguar një kërkesë dhe jemi në pritje, ndoshta dhe ata mund të bëjnë një verifikim, e kemi kaluar këtë sipas të gjitha pra rrugëve zyrtare dhe nëpërmjet Ministrisë së Jashtme të Kosovës për të kërkuar pra nëse ky shtetas është i regjistruar në Amerikë apo jo. Megjithatë do të jemi në pritje, pra këto janë të gjitha dhe si në rrugë zyrtare dhe në rrugë konfidenciale. Do të jemi në pritje deri në fund të emisionit. Të nderuar miq, kalojmë tani në një histori tjetër, të cilën ne e publikuam dhe në fillim, një histori e cila ka ndodhur brenda territorit të Shqipërisë. Bëhet fjalë për Almir Kalemaj, i cili ka humbur kontaktin në 1 maj të vitit 2009 nga Fieri. Cila është historia e Almirit? Ndjekim historinë e tij dhe kthehemi më njëherë në studio. Sa të forta mbeten ato kujtime, ku në përmbajtjet e tyre kanë një fjalë apo një imazh që nuk janë të lehta të harrohen. Sikur të ishte e mundur që koha të kthehej edhe një herë mbrapa, ajo çka do të mbetej në fund nuk do të ishte një mall i pashtëruar, por një forcë për të realizuar ëndrrën deri në fund. Një gjendje e tillë ndihet në familjen Kalemaj në fshatin Buzëmadh të Cakranit. Deri 3 vite më parë, njëri prej djemve, Almiri, jetonte në këtë shtëpi, por në datën 1 maj të vitit 2009, ai u zhduk. Motivet e largimit mbeten të vështira për të pranuar nga prindrit e tij, sepse ato lidhen me shkakun e situatës shumë të dobët ekonomike. Ishte kjo mundësi minimale e Almirit që e pengoi ëndrrën e tij për të bërë një kampion në talentin e tij të peshngritjes. Në 97-ën ka ikur në Shqipëria, ka hyrë në vendin grek dhe ka punuar çoban. Tha mua një ditë unë do vi në Athina, se ne kishim një vit kishim ikur. Më tha më do vi në Athina, më gjej një punë aty, tha se do vazhdoj në pas në e kohë. Erdhi aty, filloi punë në ndërtim, me armaturat e me këto, dhe mbas dite vinte bën në stërvitjen në Athinë, e lidhën me stërvitjen atje, vazhdoi mirë, shumë mirë. Eci ka marrë 1 medalje, ka marrë 2 medalje.
disa pjesëmarrje në evente të ndryshme në Greqi, që arritën edhe me disa trofe të fituara nga Almiri, e bën shqiptarin të njohur në këtë sport, ku karriera e tij sapo kishte filluar. Por kjo ëndër e bukur që kishte filluar të merrte jetë, u ndërpre shumë shpejt. Pavarësisht ecurisë së mirë të tij në peshngritje, që ushqej vetëm nga pasioni, ai nuk mundi të vazhdonte në tutje, pasi mundësitë financiare nuk ja lejuan. Kjo e çoi në një gjendje shumë të rëndë emocionale Almirin, saqë ai u kthye sërish në Shqipëri. Ditën s'kishte më fuqi. S'kishte më fuqi të punonte se nuk ja përballonte dot me trupi. Kishte kaluar depresione shumë, kishte kaluar ato të ilaçeve, edhe kishte shumë mendime në trup. Edhe nuk i realizonte shumë. Ardha pranë familjes nuk e zbuti trishtimin që ëndra e tij u la për gjysmë. Gjendja shëndetësore u rëndua edhe më shumë, derisa ai vendosi të largohej. Unë kur vina puna mbas dite, më thonë, siç thanë këta, ne prisim në ora 8, 9, 10 të darkës. Thamë, ne do kthehe, nuk i brindim shumë brapa se kishim frikë se ma carroheshe këto. Kur vi pjesë të shtëpi, thashun kish në një gje, jo. Thjesht doli për mbas dite, tha si që bënë stërvirja, nuk o pëngoj njeri, tha. Edhe si që rëmë obeti për të ardhur në shtëpi una, edhe thash nusës, i thash babajt, i thash motis, dhe mamas tuja, thash, mos pati në një në juve që su këthyë me. Jo, tha, ne si bëm gjë, tha. Thjesht kërkon dhe ato tia, tha, ne s'kishim mundësi t'ja plotësonim. U largua pa lënë asnjë gjurmë, pa u përshëndetur me asnjë nga pjesëtarët e familjes, dhe sidomos me babain dhe nënën që Almiri t'u la peshën më të madhe të fajit. Të dy prindërit, Gëzimi dhe Ganoja, nuk i harojnë lehta të ditë të vështira, kur shihnin djalin e tyre të vuante nga ajo që nuk mundi të realizonte, dhe të dy si prindër nuk e kishin mundësinë për ta ndryshuar këtë gjendje. Të shikoj vujtit e babait se se ka rritur, dhe se ka mbajtur dhe se ka premtuar, të tërë fëmijët, jo Almiri, po të tërë fëmijët, dhe unë kam ngelur mes ka rrugëve që unë ka ikur Almiri dhe jam dalë nga vllazëria në miqësia. Se shokët edhe vëllezërit e mia, motrat e mia thonë që e smytur në lumë nuk e gjallë Almiri. Kurse unë jam me bindje të plot që Almiri e gjallë dhe e besirje. Po e desi nënën edhe baban të vi sikur 4 minuta të shtëpia këtu të ka lindur të ka bërë koka që kam rritur unë, dhe ti që qikoj rrugën e tia në doj zemrë e tia, nuk e pengoj. Këtë thirë e bej Almirit. Të shikoj vujtit e babajt që ka hequr dhe si po e heq vujtit edhe sot. Prandaj Almiri, po pati mëshirë për baban e për nenën, vetëm 2 minuta të shkerte pragu derse dhe ti të shikoj rrugën e tia të përndis, ku e ka për vetën e tia, ku ka vendosur për vetën e tia. Mamaja i thot Almirit që unë e kam bajt në barkë dhe kam sjell në jetë, i kam dhënë një dukat Almirit dhe i kam dhëtur shumë afër. Dua t'i them që vetëm të vinë familje, do t'ja plotësojnë në atë gjithë kushtet. Çfarë kërkoj ai? Dhomën e ja bëri, të jetoj këtu në familjen e tij, ka vëllezër, ka prindrit, vëllezër, motra, ka dhe të afërmit e tij. Ai kërkon një familje bashkë. Unë nuk e di se kur të bëhet familja e tij, vetëm ardhja e tij bëhet familja bashkë. Pra, miqtë të nderuar, kjo ishte historia e dhimbshme e zhdukjes misterioze të Almir Kalemajt, i cili me sapatë dhe ju gjithë të kronikën, insertin që ne kishim përgatitur në bazë të tregimeve të marra nga familjarët e tij, ka qenë një peshngritës i Zoti, ka
punuar ose më mirë është aktivizuar për shumë kohë në shtetin grek, pikërisht me ekipin e Panathinaikosit në Greqi me peshngritje. Është kthyer në Shqipëri, nuk e dim pse është shkëputur kjo marrëveshje, shkëputja e kësaj marrëveshje ka ndikuar shumë në gjendjen emocionale të Almirit dhe në këtë mënyrë ai pa mundur të çajë dot në Greqi kthehet në Shqipëri. Kthehet në Shqipëri jashtëzakonisht i mërzitur, me mendjen ndoshta që do të ktheheshe prapë për Greqi dhe për të vazhduar pra ëndrrën e jetës së tij, e cila ka qenë gjithmonë peshngritja, apo jo? Sonte, siç e thash, ne kemi të ftuar familjarët, babain dhe vllain e Almirit, të cilët kanë ardhur të marrin vesh pra dhe të kuptojnë se ku ka përfunduar, ku ndodhet momentalisht Almiri. Ndoshta duke i bërë dhe një thirrje, gjithmonë duke besuar se ndoshta ai është gjallë dhe ndodhet diku, t'i bën një thirrje thjesht të lajmërohet se shëndosh e mirë. Unë do doja të më tregonit pak, pra ai ka pasur dëshirë, u kthye në Shqipëri, por ka pasur sërish mendjen për të shkuar po në Greqi për të vazhduar pra sportin që ai e kishte ëndër, apo jo? Po, Aida. Mi mbrëma, ndëroj stafin që keni këtuja, ju faleminderit për thirrjen që u bëra edhe më ndihmuat, edhe jap gjithë shpresat e mia, edhe mundësit tuaja që po mundoheni me gjithë dhimbësurin që kam unë për vllain tim. Edhe do doja në radhë parë për atë vlla. Jam rritur, po thoj se jam 28-29 vjeç sot. Edhe kam qenë 13 vjet me vllain tim në Greqi, në emigrim. E di emigrimi si është, si e kemi vojtur, po gjithashtu më përpara ka vojtur babai im, Gzim Kalemaj. Gjithashtu unë i jap një thirrje vllait tim sonde, siç ndodhen këtu. Kam ardhur një herë në 2009 tek Lani, nuk më ndodh mundësia, s'kisha më ato të mia, sa isha fijuar. Edhe për çaja në Greku. Kam mbredhur po thoj se plem Athinën vetëm për të gjetur vllain. Edhe jam munduar në Panathinaikon me zotin Panu që ka qenë trajneri i tij. Edhe nuk mund që tip të shpjegime shumë, i thash se ndodhi kjo, në 2006 ai u smur. Edhe unë po thoj se ishte momenti kur u smur ai, i vajta vetëm një herë në spital, në psikiatrio Dhafni Pires. Edhe për momenti që ikën ai më thot, më nxish gjiktej, kishte një javë. E sulmoni me gjylpera që ti ta përmiqësonin. Dhimi që kishte ai në trup. Se kish pirë dozë ilaçe të forta për të përballuar. Ja kishin dhënë edhe kundërt. E kuptoj. Edhe thjesht për të përballuar pra dhe për të realizuar ëndrrën e tij të madhe për të bërë një nga peshngritësit më të mirë. Po, ai kishte marrë kokrat të tjera me që mësova unë në ai. Se unë rria me të në një shtëpi. Edhe për momentin si që ndajmë na i më thotë më nxirë gjiktej se s'duroj do të gjylpera. I thash vlla, kjo është për të mirën tënde. Qofse do të vazhdosh, kjo është mundësia jonë që po të mbajmë këtu. Po faleminderit, mund të marrësh çanta, tha, dalim aty për jashtë, tha. Thash vlla, nuk të nxjerr dot. Se këtu është me ka një vlla me tëra, janë të tëra kushtet, një doktor që të merr përsipër nuk të lë. Se o do të bie në jetë, ose do të çojnë në një vend të izoluar. Po, çfarë ndodhi më te doli me ju nga spitali? Siç i ka atë ditë në 2006, ka qenë shtator. Diçka e tillë, nuk mbaj më në mirë. Pas 2 ditë më ka policia, se mua më kishin mbaruar edhe dokumenta.
I kisha ndenjë 2006. S'kisha mundësi. Punë, po thoj se punoja më të shumëtën vetëm për të ecur ai para. Po thoj se i hipja edhe shpirtin tim mund t'ja hipja atia. Ishte më i vogël se ju, Almiri? Unë jam i vogël nga vëllezërit. Ju jeni më i vogli? Po. Ishte 34 vjeç. Vllai im është i dyti. E keni ditur pra që ai ka pasur ëndër sportin dhe keni bërë ç'është e mundur që ai të ecte të shkonte diku. Vllai im ka punuar në një kreopolio të Evjes. Edhe ati ku punonte grinte mishrat. Pra, punonte në një dyqan mishi, apo jo? Therte, ati e grinte, po thoj se kofshën e viçave të mund të vinte 100 kg mishe ngrinte. Vinë një kohë që ne rrinim të tre atje, për shikonin ne bëndë këto format shu të rëmullakta, bëndë nga 20 kg, nga 50 kg, të i futej për shngritjes. Vazhdoj edhe nga peshe mishit, si që mësoj atje tha unë ngre. Pse mos ta bëj dhe këtë, ta vazhdoj. Si që vazhdoj atë e bëndë në shpi. Në këtë mënyrë yri me arriti deri aty sa të... Po, punonte dhe kishte dhe sufllaqen atje, punonte në darke, u vinde gjandej në ora 9, deri në 10 e kishte një orë natë për natë bënde stërvitin e ti. Unë kishem një gjë nuk e gacmoja, si ku një gjë të voçkë. Vim pak tek momenti kur ai pra hyri në sport, e mori skuadra e Panathinaikosit, filloi të ecte mirë, pati këtë ngatresën pra me ilaçet, përfundoi në një spital dhe të kërkonte ty vazhdimisht që të nxirje nga spitali, nuk e nxori atë ditë. Si arriti të kthehej në Shqipëri? Si arriti të kthehej? Pra, ju erdhët më përpara dhe mbas një farë kohe? Pa bes greku Aida. Po? E ka goditur me thik greku djalën tim pa kaloj në... E s'qarë në shpatull Almiri. Këto fakte nga, si nga i keni marrë vesh, ja u ka treguar vetë? E kam jekur motrat në shpi dhe babaj me nenën e dinte se ishte i sëmur, a ishte i qarë në shpatull. Me 8 qepra thika këtu. Mo t'i gjoti se se thotë Altini ka qenë brenda dhe aji djallë ka paguar 10.000 euro që ka ndrejë në burgu se ka qenë me apelos, mos shkil dhe kërshi. Për të kumena gjithë kishte. Dhe aji fletë në si, Almiri e ka pasur pasion, sa la klasën e 8, e ka pasur pasion morin ato rotat e trenit Selenitës që mirë të Selenitë e qote në vlorë që shkonte në Itali dhe beshi këto streset e rrugëve. I mbushi me çmendoj, bej 60 kg një këte, 60 kg një këte, mori dhe një hekur, edhe në orën net ndarki që mos ta kupton dhe babaj me maman, bënte stërvitje. Bënte stërvitje për jashta në hejën e fikut, në hendë. Gruaja e kupton e vetë i thot, qatë bej thot se e nenë, thot, po unë të kisha venë, thoi, gryk, bo më lëmona si në të moment. Strish mërde kështu edhe ngrinte atë shtangën. Bënte stërvitje, pra. Po, dhe i hyri pasion, shkoj në Greqi, Deri sa arriti të futej në... Arriti të në këte dhe si që pe dhe ndoqët vetë atje, mori ato stimulat e tia me djesën e ti. Jo se që asot Altini që pinte kokra. Kokra mund të këtë piri, mund të këtë dhenë në të kundrët e ati me qëllim që mos të afiton dhe se greku nuk të do. Pa tjetër, Altini është pak më diplomat dhe i thot gjërat... Greku më i mirë do 400 karikatore me fishek. Jo një fishek, po 400. Mos bëjmë deklaratat, tila sepse këtu kemi ardhur për të kërkuar Altinin. Ka qenë ati dhe e di unë, se si kam rritë Almirin dhe Altinin një qesë djali mi vogë. Vim pak tek dita kur ai është larguar, sepse kena intereson dhe do doja regjia Armbaserit më ndihmonit me foton e Almir Kalemaj. Do të qoj unë ditën që është larguar Almiri. Pikërisht këtë dua të më tregoni, çfarë ka ndodhur atë ditë? Almir Kalemi ka ardhur në datën 4 prill të 2009 nga Greqia në orën 8 në mëngjes të shtëpi. Me qampë në kratë duke qeshur. I sëmur, u ngrita unë, i thash grua ngreo se erdi quni. Keqe nena, gruja si e vlat. E mori me pritë mbranda, e mori gruja me gjithë motrat, i lau kemët, u shtri pa ndjenja 5 orë gjumë.
Që mos merrim me ullësira sepse nuk kemi shumë kohë televizive. Sepse në këto momente jemi në datën deri në datën 14 maj, ditë e enjte, ora 5 mazite, deri në 13 maj, e shoqëron dhe motra që kam shpi, qupa. Sot i thotë Almiri, nuk do vish me mua të më shoqërosh mua. Almiri pra vazhdon të bënde stërvitje akoma tek një pyll. Bende 3 kilometra vrap. Flasim gjithmonë për fshatin Cakran të Fierit, apo jo? Afër shtëpisë tuaj, në zonën tuaj është një pyll, apo jo? Dhe ai çdo ditë në këtë pyll bënte vrap. E kishte qejf pyllin. Vim tek dita e fundit. Dita e fundit, një ditë, atë ditë deri datën 13 maj e shoqëronte e motra. Që bente gjiro të jetu. Atë ditë i tha nuk do vish me mua. Ti i tha sot nuk do vish me mua, do mbes gati ujt mua që të bëj banjo, teshat, drekën, pasandaja, kur të vigja ne unë do lajem, do ha buk dhe do mbështetem. Almiri ka iku në 5 mas dite, dite e njëte 14 maj 2009. është larguar Dhe iku dhe nuk u këthe me. Më thot një shok, Almirin datë 14 maj, thaj, ditë e endi, ora 5:20 ka ardhur te buze e lumit, e ka mbajtur 2 orë gjysmë, duke dha fosur, dhe i thash, ajde të keqe Xhaxhaj, se ishe 60 vjeç, 70 vjeç. Do ikim bashkë. Xhaxhi Barian më tha, unë nuk do vi tujte me ty, do rri se që nga ajri freskët, pastaj më mbrapa do kthehem, do vi shtëpi. Ajde të kemi Xhaxhan, të ham një zog të shtëpia Xhaxhajt dhe dhemi të shtëpia jote. Po u ktheva shpejt, do kthehem te ti të hazogrit dhe ikim të shtëpia ime. Nuk u kthye asnjëherë. Nuk u kthye, që në data 14 maj, ditë e enti, pas nesër dita 14 i bje e hem, 36 muaj Almiri. Atëre do doja dhe një regjia të më ndimonit me foton e Almir Kalemajt, për të gjitha ta personat të cilët e kanë parë dhe njëherë në 14 maj a i mbush, pra që nga viti 2009, 36 muaj, si që ka numëruar edhe baba e ti, që nuk dihet pra fati ti. Ndërkohë familjarët kanë bërë denoncim në policia çfarë ju ka thënë? Data 17 maj ka bërë në rajon e policisë të Fierit, ka vajtë mbi 100 tera, as ma ka vërshëllu e fare policia. Nuk kanë ardhur policia të bëj kërkime apo diçka? Po, Altin. Mund të flas. Unë në radhë parë e kam baba. Në radhë dytë, me sa jam rritur unë, me Almirin, nuk është rritur as Ardiani, vlla imi madhi, as Alida. Ti ke qenë më afër. Ai ta marrë zhvesh. Mua më ka rritur mamaja ime, si që pat vetë. Ka punuar në Selenic, shiste qumbësh. Edhe jo për të mburur vetëm për atë që bente. Nuk ja linte lekun babaj, për ja i të nena fshehuras një pagure qumbësh më shumë. I thoshte, shite, haje për vetën. E i blonde lekët, kishim një fush për matan malit, atje ku ka humbur, në atë drejtim mori. Edhe pra shisni misra, a i shiste qumësh, vindet e neve, i binde fresht fëtot plakës, se dite djeli. Pra, ju kanë rritur me shumë sakrifica. Po. Nëse Almiri të ndiqte sonte, Altin, qëfar do t'i thoshit? Qëfar do t'i thoshit? Ti ke qenë shumë afër me të, keni punuar vite në Greqi, jeni rritur me shumë sakrifica. Të shpresojmë që ai është ndoshta mirë dhe është larguar për arsyet e tij se ndoshta nuk ka realizuar atë që donte të bënte. Nëse ai të ndjek sonte, çfarë do t'i thoshit? Nëse ai më ndjek mua sonte, unë e falenderoj vetëm më shumë se ka një besë, ka shumë të sumur. Edhe i thot vetëm Xhaxhi Vasili. Vetëm për atë. Edhe atë është qupe vllai tim që është në Greqi, po vetë 10 vjeçë. Edhe thot, po Xhaxhi Vasili, ku vajti, thot, na humbi. Në shtetin grek ai një me emrin Vasili, apo jo? Megjithatë, le të jemi optimist, të shpresojmë që ai ndoshta është diku, edhe njëherë do t'ju bëja thirrje sonte të gjithë atyre që na ndjekin,
Të gjithë pra rrethit të tij shoqëror, kush ka persona të cilët mund ta kenë parë Almir Kalemaj ose Vasil Kalemaj, një në shtetin grek, do t'i luteshim të kontaktoni me emisionin tonë. Do doja të pyesja gazetarët, kemi ndonjë të dhënë për momenti, sepse ju shikoj pak më përpara ishit duke kontaktuar në telefon, kemi pas ndonjë të dhënë në lidhje me rastin, Visi? Parë një kontakt të shkruar me policinë e qytetit të Fierit, ku është bërë denoncimi që prej vitit 2009, kur ka humbur Almiri, dyshimet deri tani kanë qenë pikërisht pra tek zona ku ai ka humbur, pra tek pjesa kodrinore, afër shtëpisë, ku ai dilte siç do mbas dilte dhe servite. Në fakt deri tani dyshimi vetëm është që Almiri, pra në këtë pjesë kodrinore ndodhe një lum, pra i ka qenë një degë e lumit Vjosa, dhe aty kanë qenë dyshime deri tani se mbase Almiri mund të ketë përfunduar edhe në ujërat e këtij lumi. Në fakt nga ana e policisë nuk është bërë asnjë inspektim apo kontroll brenda këtyre ujërave për të parë nëse vërtet Almiri mund të ketë përfunduar aty apo jo. Nuk e kanë parë të nevojshme, megjithatë ky ka qenë një nga dyshimet më të mëdha që përflitet jo vetëm nga familja, por edhe nga banorët tjerë të fshatit Buzmat në Cakran. Ndërkohë telefonatat që kanë ardhur sonte, në fakt flasim për Greqinë sërish. Unë doja të shikoja sepse pash pak më përpara që ishi duke të marrë informacione dhe të dhëna për sa i përket po? Pse? Kur ka folur me këtë? Kush nuk ka dashur të flasë me familje? Atëre kemi një informacion të rëndësishëm. Kush e ka thënë këtë? E ka thënë? Dhe një vëllai në Greqi, por shumë e çuditshme. Po, dhe është lidhur me vëllai. Dhe momentalisht ku ndodhet? Çfarë ka dhënë? Atëherë ka ardhur një informacion shumë i rëndësishëm i cili vjen nga Greqia, megjithatë për momentin nuk duhet ta bëjmë publike. Po. Vetëm unë në qoftë se është Almiri në Greqi, vetëm e kërkoj, vetëm ta shikoj e të binë Shqipëri prapë. Kaq kërkojnë ai. Kuptoj shumë mirë. Nuk kërkoj më shumë. Po në qoftë se ai ndodhet, vetëm kaq të dina unë, ai numrin tim e gjen. E di shumë mirë. Po ta gjej numrin tim, vetëm kërkoj. Gazetarët janë duke marrë informacionin e plot tani, sepse është i rëndësishëm, nuk e di më është për Almir. Kryesori është të jetë gjallë, pastaj të tjera dal nga dal rregullohen. Ka pasur diçka tjetër? Dhe një lutem? Po? Po, e marrë vesh. Edhe për këtë? Kanë marrë shumë, kemi pasur dhe telefonata të tjera, ndoshta dhe nga shokët e tij, të cilët e kanë njohur Almirin dhe janë të rëndësishme. Po? Këtu. Atëherë, falenderoj të gjithë ata të cilët janë duke dhënë informacione në këto momente. Jemi duke ndjekur foton e Almir Kalemaj, japim dhe një herë të dhënat. E viz dhe është mirë të theksohet se në shtetin grek mban emrin Vasil. Po, është e vërtet pra me emrin Vasil, ndërkohë që një për të gjithë me emrin Almir Kalemaj, i datëlindje 24 dhjetor të vitit 1978, lindur në Cakran të Fierit, aktualisht është 34 vjeç, dhe ka humbur pra në majin e vitit 2009, në drejtim paditur, ashtu siç atë pasdita i u largua nga shtëpia e vetë dhe nuk u morë vesh asnjëherë se ku përfundoi. Ndërkohë që kam persona të cilët kanë telefonuar dhe nga Greqia, më thonë, kemi informacion shumë të rëndësishme, por duhet ta mbyllim për momentin sepse kemi të kaluar kohën televizive. Ndërkohë, më bëni një përmbledhje të gjithë informacioneve që kemi pasur sonte. Shpejt e shpejt, sepse kemi 10 minuta që kemi të kaluar kohën. Po, Benar. Do e thë për Merushe Dostin, ose më saktë për zonën e cila e paraqitëm që mbase dyshojmë se mund të jetë ajo. Mendoj se shumë shpejt do të zbulojmë identitetin e vërtet. Thamë edhe njerë, edhe nëse nuk është Merushe Dosti, është personi i cili nuk ka kontakt me familjen. Me familjen. Informacioni rëndësishëm, ky ndërkohë të tjerë Visi, shpejt e shpejt. Ndërkohë për edhe informacion ka pasur edhe për Merita Bregun, ku
Një zoj ka telefonuar dhe ka treguar se edhe ajo ka DNA të paktën jeton në Kjetit të Italisë dhe për manastirin në të cilën flitej dhe edhe ajo vi nga persona të tjerë që nuk është publikuar asnjëherë në lidhje me por që dhe ajo shprehte sigur se jeton po në të njëjtin vend. Nuk është publikuar asnjëherë në lidhje me historinë dhe me jetën e Merita Bregut. Ndërkohë do të jemi në pritje, me sa shikoj gazetarit e tjera, Stella, ka pasur të dhëna informacione? Është një informacion përsëri për Almirin që kam ndritur natën e sotme, bëhet fjalë për shtetin grek në një qytet të caktuar, por informacionet më të detajuara do ndoshta t'i marrim nesër. Atëherë të gjitha do të verifikohen. Ndërkohë për Beqir Rukun, patëm ndonjë lidhje me Alaskën. Diçka po. Do jemi në pritje akoma. Jemi në pritje. Atëherë, me sa shikoj ka vazhdojnë të vinë telefonata për Almir Kalemaj. Falenderoj të gjithë ju që jeni duke telefonuar për momentin. Fakti që me njerë sa ne prezentuam historinë e tij dhe janë duke ardhur informacione na jep pak shpresë, them le të mos nxitohemi, na jep pak shpresë se ndoshta Almir Kalemaj është ndoshta mirë dhe është në jetë. Sepse kanë ardhur informacione të rëndësishme nga njerëz që kanë punuar së bashku me të. Shpresojmë, do të isha shumë dëshirë t'ja u jep ja. Firma jam i bindur, jam abatia, jam i bindur që si gjallë. Ta shpresojmë këtë gjë, të nderuar miq, kemi ardhur në fund të emisionit. Kanë ardhur sot shumë informacione të tjera edhe për raste që ne kemi publikuar, ndërkohë dhe për Arben Aliaj, rastin nga Kosova, ka persona nga Kroacia të cilët janë interesuar në lidhje me disa të dhëna për Arbenin, të cilat ne do t'i marrim nga familjarët e tij. Ka pasur informacione të tjera, por për të gjitha këto të nderuar miq do të verifikohen. Mos harroni ritransmetimin e emisionit ton ditën e nesme rreth orës 10 të paradites. Ne jemi këtu për të pritur telefonatat, informacionet tuaja, pra ju mund të telefononi, vazhdoni telefononi edhe ditën e nesme gjatë ritransmetimit. Për të gjitha informacionet e tjera që do të zbulohen dhe të gjitha ato që do të verifikohen gjatë ditëve në vazhdim, ne do t'ja u themi këto dhe do të publikohen javës që vjen. Deri atëherë, natën e mirë. Më falni, e keni filmin Karate Kid? Po, e kemi. Okej, ju lutem tua skenën ku ai mban ekuilibrin. Skenën ku ai mban ekuilibrin. Kjo është e pamundur. Si bëhet? Për herë të parë në Shqipëri është e mundur, vetëm nga Plus. Rimbush me çfarë të duash, minuta, mesazhe ose megabajt, vetëm me Plus special. Sepse Plus të përket ty.